në Shqipëri, në Europë dhe me gjërë. Edi Rama doli dje me shifra dhe statistika para. Rau gjoksin për prokurimet transparente me pretendimin se ato kanë shënuar përmirësime spektakulare. Duke qenë i paaft të lexoj shifrat, të interpretoj grafiqet, tabelat e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare që faktojnë absolutisht të kundërtën. Shqipëria, siç dihet, është vendi i parë në botë që aplikoi sistemin digital të prokurimeve, për çka në vitin 2010 Organizata e Kombeve të Bashkuara i akordoi Shqipërinë, pasi Banka Botërore certifikoi këtë sistem, i akordoi çmimin e dytë në botë për transparencën dhe shkërbimin civil. Ky sistem, tabelën të lutem. Ky sistem në vitin 2010, 2011, 2012, pra integriteti i proceseve i prokurimeve publike ishte 80%. Vlerësoi me 80%. Ky integriteti i prokurimeve publike pas kësaj periudhe ka rënë me një mesatare 70%, ka rënë me 10 pikë, dhe jo vetëm kaq, por në vitin 2026 kjo rënje është në 66 pikë, është një rënje prej 14 pikësh. Një rënje dramatike. Shkaqet do i shohim më poshtë. Pra, e kuptoni, sistemi i vendosur në 2010 që në vitet e para kishte treguesin e integritetit 80%, dhe në vend se të njihte përmirësime, sepse sigurisht teknologjia e 2020-2026 është më avancuar dhe lejon mundësime të mëdha, jo vetëm që s'njohu, jo vetëm që nuk njohu përmirësim, por njohu përkeqësim progresiv. Përkeqësim progresiv. Së dyti, janë këto të gjitha nga Open Tender EU, organizatë kjo e besueshme e Bashkimit Evropian. Po kriteri transparencës është shumë i ulët. Vlerësohet gjithsejt 54.5 pikë, ndërkohë që sistemi elektronik është përdor nga viti 2010. Pra,